Të nderuar shikues, rikthehemi në pjesën e dytë të finales së dytë të konkurrencës së femrave ndërmjet Bashkimit 503 dhe Bashkimit. Pas 20 minutave të para, 21-44 është rezultati në të mirë të ekipit të Bashkimit, teksa pa me edhe lojtaren më të dalluar në pjesën e parë tek 503. Sara Vraniqi me 11 pikë e 4 kërcime. Në anën tjetër tek Bashkimi ishte perfekte. Brooke Williams me 19 pikë, 9-8 nga loja. Adrian Goodball dëgjuan për treshe me të filluar pjesa e dytë, nuk arriti të realizon. Marrin topin Pejanet. Landrum. Vraniqi për 3 pikë. Sara Vraniqi nuk qëllon kësaj radhe. 3 treshe ka qëlluar edhe Vraniqi edhe Alexis Tolfri. Shuku tek Bird që dëgjuan edhe ajo për 3 pikë, asa ajo nuk realizon. 3 treshe të tentuara në start të pjesës të dytë nuk arrin të realizojnë, teksa Shala Gjojti nga gjysmë distanca nuk është e sakt. Muadri në vendin e dur me kërcimin e saj të 9. Teksa Brooke Williams dojë gjithçka. Goodball Williams se gjen dëbërtimin deri në fund. Brooke Williams nuk arriti të realizon kësaj radhe. Landrum në anën tjetër, afër saj është për Quku e Muhadri, por nuk ka problem për Landrum, e cila realizon pikët e para vinë në pjesën e dytë për 43 me 24 personale e Shalës ndaj për Qukut. Bird tek për Quku. Williams. Brooke Williams deri në fund edhe njëherë realizon. Brooke Williams, problem të ndaljes sonte, 21 pikë për të. Pas një dyshim është duke mbajtur plotësisht në lojë ekipin e Bashkimit. Sar tek Vraniqi deri në fund. Sara Vraniqi nuk qëllon. E fundit ka luajtur Shala. Ne shohim momentin, nuk e di nëse do të kërkohet një challenge. Do të kemi challenge të kërkuar nga trajneri Izat Ismail, ishte diskutabile. Atëherë, topi takon ekipit të 503 challenge i suksesshëm i trajnerit Izat Ismail, tentim për treshe nga Alexis Tolfri, e cila nuk arriti të realizon, por Sare rikuperon ato pe mori kërcimin. Luan 1-1 me Muhadrin, arrin të realizon. Sar për 45 me 26. Për Quku. Bukur tek Brianna Bird që dëgjuan për 3 pikë. Bird realizon. Edhe një tjetër treshe e saj e treta dhe pika e 13, 25-29. Landrum i rëshqet topi e merë vetë edhe njerë e këthen të Shala. Sar
Tolfri, Vraniqi për 3 pikë, Sara Vraniqi realizon në disponim edhe Vraniqi sonte pika e saj e 14, treshja e 4. Nuk ka shkëputje në rezultat për ekipin e Bashkimit. 28-29 për Quku. Nga gjysmë distanca gjuan Adrian Goodbold, nuk arriti të qëllon, Lendrum e mera top në duel me Muhadrin. Lendrum, Vraniqi, tek Shala nën kosh, blokohet me personale nga Goodbold. E shojmë edhe njerë, bukur e pa Vraniqi Shalën, teksa Goodbold shkakton personale. Dy të lira do t'jem për Elsa Shalën. Qëllon në tentimin e saj të parë, parazon që të shkaj në 29 me 29. Të dyta nuk është e sakt. Bird. Brianna Bird të Adrian Goodbold. Bird. Që në vërtimi shkondoj në fund nuk arriti të realizon. Vraniqi e mera top. Sar në kundër sul. Nuk ka pik. Shala nuk qëllon. E shojme dhe njerë të kësa si në mori Muhadri, por të fundit kanë luajtur Sar e Shala që e dëbua në top dhe përfundoj jashtë. Jetë 29 me 29 për Quku. Gjende bërtimin, por mbrojtje fenomenale e Lendrum e lexoi mirë. E shohim momentin e pasimit të Brooke Williams, so bukur e këthen atop tek Adrian Goodbold, qfar asistimi nga Brooke Williams. Asistimi sa i 4, pika e 8 e Goodbold, me të vërtet sonte performanca e Adrian Goodbold larga saj që jemi mësuar të shohim. Teksa shakton personale Alexis Tolfri. Shohim edhe një herë personale ndaj Brianna Bird. Për Quku. Muhadri, deri në fund shkon Aulona Muhadri, e cila realizon edhe ajo sonte nuk ka pasur hapësira, është vetëm tentimi i saj i dytë. Dhe pikët e saj të para sonte, mbrojtje e mire Adrian Goodbold, top i vjedhur i Prizrenaseve. Teksa ai pasim i përqukut për pak sa nuk e vodhe. Shohem Shala, cila ka luajtur e fundit. (29 me 53, 4 minuta 56 sekunda. Shkëputje e lehtë e Bashkimit. Për Quku, deri në fund arbënore për Quku, çfarë realizimi vjen nga ajo. Për 29 me 55. Teksa Lendrum është ndalur me personale. Është personale Goodbold. Gabim në hapa nga Lendrum. 29-55 rezultati e bërsi prej 6 pikëve e Bashkimit. Teksa do të ullet Goodbold
E thash më parë 8 pikë të saj. Deri më tani. Quku. Deri në fund arpënore për Quku. Pa personale. E shojmë edhe njëherë. Landrum ka shkaktuar personale. Dy lirat janë për arpënore për Qukun, 3-2 sonde nga vija i gjuajtjes së lirë. Qëllon të parën, pika 9, 4 kërcime, 4 asistime të saj. 29-56, kjo është edhe shkëputja më e thellë e bashkimit sonte. Në të dytën nuk është e saktë, merr topin Sara Vraniqi. Tolfri. Me njëherë personale, Djedona Halitajt. E treta asaj. Duhet të kenë kujtes tashmë. Po Halitajt edhe Gutboll që veç se është larguar pas personale së saj të 4. Tolfri. Tek Landrum. Personale e Muhadrit. Edhe për të e treta. Landrum në vijen e gjuajtjes së lirë, qëllon 2-2. Në duelin e parë, Landrum ka qenë 11-11 nga vija e gjuajtjes së lirë. Asnjëherë nuk ka huqur, kjo është huqja e parë në 2 ndeshje. 50-56. Brianna Bird shkon deri në fund, gjithsesi nuk arriti të realizojë, merr topin Landrum. Ka tjetër faul. Do ta shohim një herë. Djedona Halitaj shkakton personale 2 ekspreset të saj. Ka edhe vrejtje ndaj Halitajt. Do të kemi zëvendësim paraprakisht, para se të gjuajnë gjuajtjet e lira. Landrum teksa Sar është kthyer në lojë. Qëllon. Pika 9 edhe për Landrum. 7 kërcime, 6 asistime deri më tani, edhe sonte afër shifrave magjike triple-double. Edhe një herë sakt 10 pikë të saj, 7 kërcime, 6 asistime. Fitarja e dytë, në fakt e tretë me pikë dyshifrore tek ekipi i P03 pas Sara Vraniqit dhe Sar Muhadri Gjuan. Kariki të realizon luftë për ato. Brianna Bird e merr, shkon vetë deri në fund edhe ajo mbetet e shkurtër. Marrin topin Pejanet. Teksa shohim Halitaj ka luajtur e fundit. Topi takon ekipit të P03 Sar. Topi humbur i saj. Quku të gjuan për 3 pika armënore, për Quku realizon për 3. Qëllon 52-59. Tolfri e gjen depërtimin deri në fund, shkon Qëllon. Vazhdon iniciativa e lehtë e ekipit të bashkimit. Williams ndalet
Brooke Williams. Muhadri. E këthen të Përquku. Muhadri. Bird për 3. Brianna Bird. Tjetër treshe e Prizrenaseve. 2 eksprese për 54-62. Landrum Vraniqi. Sara Vraniqi deri në fund shkon. E qëllon pikën e saj të 16-56-62. 2 minutat e fundit të qereku të tretë të kësaj përballjeje. Muhadri Bird për një tjetër treshe. Brianna Bird. 2 treshe të saj. Mungoj kontributi saj në duelin e parë, gjithsesi sonte e tregon se sa e vlefshme ka qenë për ekipin e Bashkimit. 1:46 deri në fund të qerekut të tretë. Treshet e bëjnë diferencën tek ekipi i Bashkimit. 16 pikë të Brianna Bird. Fantastike të kësa ka kërkuar time out trajneri i ekipit të PS03. Izat Ismail për të ndalur këtë seri të tresheve të Prizrenaseve. E nisi pikërisht. Ishte Arnore Përquku që nisi me treshe. Pas Bird e qëlloj të parën dhe të dytën për 56-65 në anën tjetër toll free e Vraniqi realizuan për të mos e lejuar shkëputjen e thellë të Prizrenaseve. Në fakt janë 19 pikë nga Brianna Bird, 8 është për treshe. Fenomenale. Brianna Bird që i ndezi turbinat sidomos në këto momente. King. E shojmë në lojë dhe Katerion Thompson. Sar. Ka personale. Tjetë në vjen i gjuajtje së lirë. Qëllon Sar në tentimin e parë. Sakt. Edhe në të dytën Përquku. Arnore Përquku të Katerion Thompson që ndalit në gjysmë distancë nuk arriti të realizon. Luft për atop i cili do t'i takon në ekipit të Bashkimit. Toll free ka luajtur e fundit. Thompson. Muhadri. Bird, edhe njerë do gjuan për 3 pikë, sa i radhe nuk qëllon. Sar. Vraniqi. Sar. Ize bukure, saj shkon vetë deri në fund, Sar. Pika e 15, shkrijet e përsia, nuk lejojnë shkëputje. Ekipi PS03 ka personale nga Jordan King. Një shojmë personal në King ndaj Përqukut. Një tjetër personale.
Tashmë në bonus ekipi i Pejës 0-3. 2 lira do t'jenë për Armnore për Qukun. 5-3 nga vija e gjuajtjes e lirë, 12 pikë të saj. Qëllon edhe njerë, pika e 13, përsa i ka marrë dhe 5 kërcime dhe i ka bërë edhe 5 asistime Armnore për Quku. Qëllon edhe në të dytën. 60-67. Landrum është zëvendësuar. Ka hyrë në vend King. Toll free. Lëvizje e mire sa e këthen dobin të Vraniqi. Gjuan për 3 nuk është sak. Shala e mera top. Sar. Deri në fund Sar nuk arriti të realizon edhe njerë Elsa Shala. Fenomenale Shala në këto momente. 2 kërcime në sulm të saj. Baj në lojë ekipin e P03. Top i diskutueshëm ishte dhe do të vazhdon të takon sulmi ekipit të P03. Sar. Të i Sar. Sar. Përfundon koha personale në sekundën e fundit të aksionit. Shini nervozën e Viktor Kovac. Do të rishikohet edhe njëherë me gjaz nëse ka përfunduar koha. 60-67, personale në sekundën e fundit ishte.
Ishte personale Halitajt, pesta e saj duhet zëvendësuar, ndërsa trajneri Viktor Kovac është ndëshkuar me teknike. Nuk qëllon në të parën Sar. Apo nuk është ndëshkuar me teknike, me gjas ka marrë vërejtje. Qëllon Sar në të dytën. 62 me 67 për Quku. Klea Gashi gjua në sekondat e fundit të aksionit. Nuk pati ko për diçka më tepër, përfundon të ndërua shikues Qereku i tretë, ndeshje fantastike. Edhe sonte bashkimi me Epërsi e mbyll 61 me 67 këtë Qerek, 23 me 20, të tre Qerekët realisht ekipi Prizrena si ka mbyllur me Epërsi të ngusht, por tashmë ka plus 6. 10 minuta në ndajnë për t'i kuptuar fitueset e duelit të dytë final. Bashkimi ka fituar ndeshjen e parë, është 1-0 në seri. Dhe me këtë fitore do t'i shtonte gjasat që në Prizren të shpallen kampione. As ekipi që i shënon 3 fitore, i pari shpallet kampion. Por PA03 ka dhe 10 minuta për t'i prishur punët ekipit Portokallezi. Rikthemi pas pak me Qerekun vendimtar. Gjithçka gati për startuar edhe Qereku i 4 ti ndeshjes 61 me 67. Bashkimi me Epërsi të lehtë dhe PA03 që po e jep maksimumin. Direkt në topin të Katerian Thompson që gjuan nga gjysmë distanca, nuk arriti të realizon 3 pikë sonte të Katerian Thompson, teksa shala tek Toll Free që qëllon. Është larguar tashmë me 5 personale, Djedona Halitaj e Klea Gashi është në lojë në vend të saj. Thompson. Tërquku. Williams. Brooke Williams. Gjuan nga një pozitë e vështirë, mbetet e shkurtër, Sar. Kamara top. Vranici. Sar, kërkohet Toll Free. Alexis Toll Free realizon për 3 pikë. Shpejt vjen përgjigja e PA03, 66-67, gjithçka e hapur në Karagaq. Williams. Gashi gjende bërtimin, ka personale ndaj saj. Në tjetë në vjen e gjuajtje së lirë e rea Klea Gashi, shojmë dëbërtimin e saj. Personalin e shalës
që jep 2 të lira. Nuk qëllon Gashi në tentimin e saj të parë. Asën të dytë nuk është e sakt. Marin topin në vendaset. Kanë mundësi në përmbysje së rezultatit tashmë. Sar bukur tek Toll Free, fenomenale! 68-67 rikthehet Peja 0-3 e merr avantazhin Alexis Toll Free. Fantastike, shohim depërtimin e arbënore për qukën mbrojtje e mire Sara Vranicit. Nisë në kundërsulm Pejanet, Landrum dojt gjithë shkashin i lëvizjen e saj. Fenomenale! Landrum plus 3 Peja 0-3. Start perfect 9-0. Tashmë gjithë qka po folë në të mirë të ekipit të Peja 0-3. Mbrojtje tjetër e mirë, nisët në kundërsulm Alexis Toll Free, ka personale, realizon Alexis Toll Free, do t'jetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. Qfar rikthimi i Peja 0-3. Fenomenale, figurë kryesore është Toll Free. Në këto momente do t'a ketë edhe një gjuajtje të lirë. 13-0. Teksa duke që ka mbetur e lënduar Toll Free, 13-0 është seria e Peja 0-3 në start të pjesës të qereku të katërt, valni. Për të u rikthyer në e për të e marrë avantazhin vendaset që shkëputën në plus 5. I shohim pikët e Alexis Toll Free, shkëlqeu definitivisht. 9 nga 11 pikët i ka realizuar Alexis Toll Free. Pak nuk janë 13, por 11-0 është seria. Shene, ndërsa ky është ai realizimi bukur i Landrum. Po e shfrytëzojnë mungesën e Halitajt, e cila unë dëshkua me personalen e 5 as pak të nevojshme në ato sekundat e fundit të aksionit. Me 4 personale është edhe Adrian Goodbold, e cila është rikthyer në fush, por e tentoi trajneri Kovac që të luan me Klea Gashin, por kjo ndikoi që tashmë ekipi i Peja 0-3 shkëputet në rezultat. Krijohet edhe epërsia më e thellë e Peja 0-3 sonte, kur kemi hyrë në 10 minutat e fundit. 73-67, Brianna Bird kujdeset për të e qetësuar atmosferën. Treshja e saj e 6 është sonte. Fenomenale edhe Brianna Bird. 22 pikët të saj, Anila Selmani. Mbrojtje e mire për Quku, topi përfundon jashtë. E shohim momentin. Ja heqa top për Quku Selmanit. Shala kthehet në loj. Landrum tek Toll Free. Alexis Toll Free, topi vjedhur nga Williams, e cila blokohet nga Sar. E arriti Sar Brooke Williamsin, e cila e blokoi kaluajtur e fundit. Williams, topi do të vazhdojnë ndakon ekipit të Bashkimit. Williams e kthen topin tek për Quku. Ka personale.
Tolfree ka shkaktuar personalin ndaj Brianna Bird. Quku tek Bird. Edhe njerë për Quku, Brianna Bird. Topi vjedhur i Pejës 0-3. Vazhdon loja e mire Pejaneve. Nuk arriti të realizon në Landrum e merr ato edhe njëherë Sar. Tolfree, faul në sulm ka nga Shala. Ky është momenti i personales në sulm nga Elsa Shala, që jep mundësinë ekipit të Bashkimit të rikthehet. Ishte plotësisht e lirë Alexis Tolfree, nuk do të falte nga ajo pozit. Good bold. Bird. Për një tjetër treshe e shkurtër kësaj radhe, mbrojtja e mirë. Edhe njëherë mbrojtja e mirë definitivisht. Faktori kryesori i rikthimit të ekipit të Pejës 0-3 në këto momente. Sar. Shala. Kërkohet Tolfree, topi vjedhur edhe njën nga ekipi Bashkimit. Brooke Williams në kundërsulm, shkon dhe realizon. Mbrojtje mirë ishte edhe nga ekipi Bashkimit, ndërsa du të kemi time out kur është 73 me 72, 5 minuta e 26 sekunda deri në përfundim të kësaj drame. Një finale perfekte të ndëruar shikues, ashtu si që ishte ndeshja e parë në Sezai Suroj në Prizren, pam dram në fund edhe sonte po shohim paraqitje fenomenale, një rikthim perfekt i ekipit të Pejës 0-3 pas asaj serie prej 11-0, ndërsa erdhi edhe përgjigja e Bashkimit tashmë që e shkriu në një avantazhin e ekipit Pejan. Gjithçka e hapur e rikthehemi pas time-outit. Selmani. Sar. Tek Landrum. Kohet Tolfree. Landrum. Sar. Përfundoi 24 sekundat e këtij aksioni. Nuk pati hapësira për tentuar për vashat e Pejës 0-3. Për Quku tek Williams, edhe një rapnore për Quku. Brianna Bird do tenton edhe një herë realizon. Nuk din të ndale, tresha e saj e shtot nga 11 tentime në anën tjetër në kundërsulm. Selmani kthehet avantazhi i Bashkimit prej 2 pikëve. Alexis Tolfree nuk arrin me gjithatë kësaj radhe. Ndeshje fenomenale, finalja po e dëshmon epitetin. Për Quku. Ka faul. Vranici ka shkaktuar personale, ka punë vështirë. Në këto momente, në flak është Brianna Bird. 25 pikë të saj, 11 me 7 nga vija për 3. 7 treshe të qelluara nga Brianna Bird. Quku tek Muhadri, cila blokohet, ka personale. Do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Kapitenja e skuadrës që ndalet
Mirë të pa lejuar 2 pikë të saj sonte vetëm në fillim të ndeshjes, si pati 2 tentime nga vija e gjuajtjes së lirë. 3-1 nga loja. Megjithatë 10 kërcime i ka marrë Muhadri, që i ka bërë edhe 2 asistime, 2 topa të vjedhur e 2 blokada. Nuk qëllon në tentimin e parë, vazhdon efikasiteti i saj i top nga vija e gjuajtjes së lirë. Nuk qëllon as kësaj radhe. Dite 73-75. King. Vranici. Tolfri. King. Jordan King. Kaloj me këmbë. Sar. Sar gabon në hapa. Topi humbur nga Sar. Tre minuta e 42 sekonda. Deri në përfundim për Quku. Goodbold realizon Adrian Goodbold, pika e 10 e saj. 73-77. King. Jordan King vjen me njerë dyfishimi. Landrum. Landrum e gjenë Jordan King, që gjuan për 3 pikë, realizon Jordan King. 76-77. Rebeshi tresheve të ndëruar shikues, teksa ka top të humbur tek Bashkimi. Pasimi fort i arnore për Qukut për Adrian Goodbold. Mundësi për PN 03 që të e marrë avantazhin. Tolfri. King gabon në hapa. Jordan King. Vazhdon loja e niveluar. 2 minuta e gjysmë do t'janë deri në fund. Edhe një tjetër top i humbur nga dyshja për Quku e Goodbold. Tolfri, Vranici për 3. Nuk qëllon. Adrian Goodbold e mera top. Erik thënë të garpnore për Quku. Williams. Vize bukur e saj deri në fund. Shkon Brooke Williams. Realizon 76-79. Vranici. Thën topin tek Landrum. King, Tolfri për 3 pik. Nuk është e sakt topin e duar të arnore për Qukut, teksa Sara Vranici shkakton personale. Do tjetë e 4-ta edhe e Vranicit. Kur jemi tashmë në 2 minutat e fundit të kësaj drame, kësaj finale fenomenale. 1-50 deri në fund 76-79 rezultati. Vetëm +3 është Bashkimi që arnore për Quku do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Do t'jenë të rëndësishme këto pikë për ekipin Prizrenas. 14 pikë të për Qukut, 7-5 nga vija e gjuajtjes së lirë, 9 asistime, 6 kërcime sonte. Qëllon në të parën e qetë arnore për Quku, ikona e basketbollit femror në Kosovë,
në këto momente normalisht nuk i dridhë dora. E sakt edhe njerë për Quku, 76-81. 1 minutë e 50 sekunda deri në përfundim të kësaj përballjeje. Kemi time-out të kërkuar kur jemi afër fundit dhe Bashkimi shkëputet lehtë në rezultat, por gjithçka mbetet e hapur të nderuar shikues pasi kjo ndeshje na dha shumë. Do shohim si do të rrjedhin gjërat pas këtij time-outi të kërkuar nga Banga e PS03. 16 pikë të arnore për Qukut që i ka bërë edhe 9 asistime. 25 pikë nga dyshja Bird e Williams, që të dyja i kanë qelluar nga 25. E po i shohim edhe dyshën dy lojtarët e huaja të Prishtinës. Brown e Johnson, e cilat u eliminuan pikërisht nga PA03. Pranishme në palestër. Tashmë edhe për kraja e publikut është e domosdoshme, tentim për 3 pika, Alexis Tallfree nuk realizon. 76-81. Sulmi i ekipit të Bashkimit, për paksa nuk e humba top. Lufta po vazhdon, ka faul. Apo? Është personale e Brooke Williams, pasimi i ka buar i Muhadrit për Williams. Lendrum të Eksar, ende ka kohë. Lendrum do të tenton për 3 pikë, realizon Lendrum. 79-81. E thash, ende ka kohë dhe kemi qka për të parë në këtë ndeshje. Arnore për Quku. Për Quku ka faul. Do t'jenë 2 të lira për arnore për Quku në personalja e 4 të Alexis Tallfree me gjas. Ky është e momenti, po. Edhe njerë për Quku në vjen e quajtje së lirë. Para prakisht realizoj. Qëllon edhe njerë arnore për Quku. Nuk gabon 4 gjuajtje radhazi të qëlluara nga arnore për Quku në momentet vendimtare. 79-83, Alexis Tallfree edhe një herë realizon Alexis Tallfree për të bërë dram të vërtet. 82-83 për Quku. Brooke Williams gjende bërtimin deri në fund, nuk arriti të realizone. Tryen good ball të është aty për ta përmirësuar. 82-85, sekundat e fundit, ashtu si në ndeshjen e parë, drame edhe sonte. Tallfree, Vraniqi, nuk qëllon Sara Vraniqi. Për Quku me topin, Williams, Brooke Williams. Ka faul ndaj Williams.
2 lira edhe për Brooke Williams, e cila e vendosi fitoren në duelin e pari, kishte qelluar të dyja gjuajtjet e lira për rezultatin final 82-79, tani qellon për 86-82. Në të dytën nuk është e sakt. 12 sekunda. Ka faul nga Brianna Bird. Personalja e saj e tretë. Nëntë sekunda. Alexis Tolfri. Tolfri, edhe njerë gjuan Alexis Tolfri, kësaj radhe nuk qëllan Landrum, teksa është personalja e Adrian Goodball, por është vetëm 1 sekund lojë deri në fund. Me të vërtet ishte një thriller i vërtet, një ndeshje fenomenale të nderuar shikues. 82-86 plus 4 bashkimi, 1 sekund lojë. Prizrena set afër fitores, 1 sekund i ndajnë nga fitoria. Do të kemi rishikim të rastit. Atëherë u rishikuar me gjas koha 1.5 deri në fund plus 4 bashkimi. Do t'jetë fitoria e dytë në këtë serin finale dhe në Prizren. Prizrena set mund t'a përfundojnë këtë seri, por nga krejt kjo që kemi parë nga PEA 03, me të vërtet më ka të përfundohet me 3 ndeshje. Tentim për 3 pik nga Alexis Tolfri, nuk realizon, bashkimi e fiton edhe duelin e dytë për 2-0. E po shpresojmë që të shohim ndeshje të tilla edhe më gjatë dhe të shkojnë deri në 5 ndeshje për gjithë ju adhurues të basketbollit, pasi që sonte të dyja ekipet na dhuruan spektakël dhe lojë fenomenale. Më të dalluara tek bashkimi, 26 pik nga Brooke Williams, 25 nga Brianna Bird, Arnore Përquku me 18 pike, 9 kërcime dhe Adrian Goodball që i shtoi 12 pik. Në anën tjetër tek PEA 03, 24 pike ardhen nga Alexis Tolfri, e nga 16 pike shtuan Sar dhe Vranici. Sar kompletoi double-double edhe me 11 kërcime. Mos harroni të martën mbrëma do t'jemi me ndeshjen e tretë finale nga ora 19 për një tjetër ndeshje dramatike ndërmjet bashkimit dhe PEA 03. Unë ju uroj natën e mirë për sonte, deri në komentimin e radhës. Mirëmbëjtje.